Brumi i fermentuar ose majaja natyrale. Si ta dallojmë nëse kemi një brum të mirë dhe aktiv? Një nga shenjat kryesore është tingulli dhe jeta e brumit. Në momentin që brumi hapet dhe lëvizet me një lugë, dëgjohet kjo zhurma e kërcitjes së fluskave të ajrit që janë krijuar gjatë fermentimit. Një brum aktiv duhet të ketë shumë fluska ajri, si në sipërfaqe ashtu edhe brenda. Kur e trazojmë, brumi duhet jetë elastik edhe pak ngjitës. Gjithashtu duhet mbajë një aromë të këndshme fermentimi. Nëse ka erë të keqe dhe të rëndë, do të thotë që ky brum nuk është i mirë. Një test tjetër për ta dalluar nëse kemi brum aktiv apo jo është edhe ai i ujit. Në një enë të vogël hedhim pak ujë, aty do shtojmë pak brum të fermentuar. Nëse noton, do të thotë që brumin e kemi gati për ta përdorur. Nëse fundoset, atëherë do t'i duhet më tepër kohë për t'u fermentuar. Brumi i mirë zakonisht 2 fishohet ose 3 fishohet në volum. Nëse nuk rritet, do të thotë që ai brum nuk është aktiv dhe i fuqishëm. Për një fermentim sa më të mirë të brumit, mundohuni të përdorni ujë pa klor, ta mbani në një ambient të ngrohtë, rreth 22-23 gradë dhe ushqeni rregullisht me miell dhe ujë. Brumi i fermentuar ose majaja natyrale është një organizëm i gjallë dhe duhet ushqyer vazhdimisht. Për një rezultat sa më të mirë kur bëjmë receta me brum të fermentuar, mirë është që të shtojmë ujin tek brumi, ta trazojmë mirë dhe më pas të hedhim miellin dhe ta përzijejmë. Miellin unë preferoj që ta hedh pjesë-pjesë. Në këtë mënyrë, shikoj edhe më mirë se sa i hidratuar është brumi. Përqindja e ujit varet gjithmonë në bazë të recetës që ju do bëni atë ditë. Ky brum nuk është nevoja që të ngjiset shumë, por është e domosdoshme që të paloset 2 ose 3 herë derisa ta lëmë që të fermentohet plotësisht. Palosjen e parë unë preferoj që ta bëj pas gjysmë ore. Gjithashtu në atë kohë shtoj edhe kripën. Palosja ndihmon në formimin dhe zhvillimin e glutenit, si dhe një strukturë sa më të mirë të bukës. Pasi i kam bërë palosjen e parë, shtoj kripën, rreth 7 gram krip dhe e lë të pushoj edhe gjysmë ore para se t'i bëj palosjen e dytë. Duart është mirë që t'i lagi me ujë sa herë që të bëjmë palosjen e brumit. Në këtë mënyrë, brumi nuk na ngjitet nëpër duar dhe palosja bëhet shumë herë më e mirë. Në kohën që jeni të kënaqur me strukturën e brumit dhe mendoni se gluteni është zhvilluar mjaftueshëm, brumin mund ta lini që të vijë për 5 deri në 6 orë pa i bërë më palosje, derisa brumi të fermentohet plotësisht dhe të rritet 3 fish në volum. Këtu jemi pas 5-6 orësh dhe siç e shikoni, brumi është fermentuar ashtu siç duhet. Do ta hapim që të shikojmë fermentimin e brumit brenda dhe më pas do ta hedhim në një sipërfaqe të pudrosur me miell. Nëse brumi është fermentuar siç duhet, ai shkëputet lehtësisht nga ena ku e kemi lënë për të fermentuar dhe fluskat e ajrit të formuara janë treguesi kryesor që ky brum është fermentuar ashtu siç duhet dhe ka fuqinë e duhur për të gatuar në bukë, focaccia, pica apo edhe receta të tjera. Faleminderit që jeni pjesë e kanalit tim dhe uroj e shpresoj që këto këshilla t'ju vlejnë sadopak. Ju përshëndes.